Data 18 shkurt. Eksodi, kapitulli i parë. Këta janë emrat e bijve të Izraelit, që erdhën në Egjipt me Jakobin, secili prej tyre erdhi me familjen e tij. Rubeni, Simeoni, Levi dhe Juda, Isakari, Zabuloni dhe Benjamini, Dani dhe Neftali, Gadi dhe Asheri. Tërë njerëzit që kishin dalë nga gjaku i Jakobit arrinin 70 veta. Jozefi ndodhi tashmë në Egjipt. Pastaj Jozefi vdiq dhe po ashtu vdiqën tërë vëllezërit e tij dhe gjitha i brez. Dhe bijtë e Izraelit qenë frutdhënës. U shumuan fort dhe u bën të shumët. U bën jashtëzakonisht të fort. E vendi u mbush me ta. Por tani doli në Egjipt një mbret i ri, që nuk e kishte njohur Jozefin. Ai i tha popullit të tij: "Ja, populli i bijve të Izraelit është më i shumët dhe më i fortë se ne. Të përdorim pra dinakëri ndaj tyre, me qëllim që të mos shumohen dhe në rast lufte, të mos bashkohen me armiqtë tanë dhe të luftojnë kundër nesh dhe pastaj të largohen nga vendi." Vun pra mbi ta kryeintendent të punimeve me qëllim që t'i shtypnin me angaritë e tyre. Kështu ata i ndërtuan faraonit qytetet depozit Pitom dhe Ramses. Por sa më tepër i shtypnin, aq më shumë shtoheshin dhe përhapeshin. Prandaj egjiptasit arritën të kenë shumë frikë nga bijtë e Izraelit dhe egjiptasit i detyruan bijtë e Izraelit të shërbenin me ashpërsi dhe u anxin jetën me një skllavëri të vrazhd, duke i futur në punimin e argjilës dhe të tullave, si dhe në çdo lloj pune në ara. I detyronin t'i bënin tërë këto punë me ashpërsi. Mbreti i Egjiptit u foli edhe mamive hebreje, nga të cilat njëra quhej Shifrah dhe tjetra Puah, e u tha: "Kur do të ndihmoni gratë hebreje lindëse dhe do t'i shihni të ulura në ndenjësen e lindjes, në rast se fëmia është mashkull vriteni, po të jetë femër, lëreni të jetojë." Por mamit patën frikë nga Perëndia dhe nuk bënin ashtu siç i kishte urdhëruar mbreti i Egjiptit, por i lanë gjallë fëmijët meshkuj. Atëherë mbreti i Egjiptit i thiri mamit dhe u tha: "Pse e bët këtë dhe i latë gjallë fëmijët meshkuj?" Mamit ju përgjigjen faraonit: "Sepse gratë hebreje nuk janë si gratë egjiptase, por janë të fuqishme dhe lindin para se t'u vi mamia pranë. Dhe Perëndia u bëri të mirë këtyre mamive, dhe populli u shtua dhe u bë jashtëzakonisht i fortë. Kështu duke qenë se ato mami kishin frikë nga Perëndia, ky u dha familje me vete. Atëherë faraoni dha këtë urdhër tërë popullit të tij duke thënë: Çdo mashkull që lind, hidheni në lum, por lini gjallë tërë femrat." Luka, kapitulli 4. Dhe Jezusi, plot me frymën e shenjtë, u kthye nga Jordani dhe fryma e çoi në shkret e tir, ku për 40 ditë u tundua nga djalli. Gjatë atyre ditëve ai nuk hëngri asgjë, dhe kur ato kaluan, në fund e mori uria. Dhe djalli i tha: "Nëse je biri i Perëndis, i thuaj këtij guri të bëhet bukë." Dhe Jezusi u përgjigj duke i thënë: "Është shkruar, njeriu nuk do të rrojë vetëm me bukë, por me çdo fjalë të Perëndis." Pastaj djalli e çoi në një mal të lartë dhe për një çast i tregoi të gjitha mbretëritë e botës. Dhe djalli i tha: "Unë do të të jap gjithë pushtetin e këtyre mbretërive dhe lavdinë e tyre, sepse mua më është dhënë dhe unë ja jap kujt të dua. Në qoftë se ti pra, duke rënë përmbys më adhuron, do të jetë krejt jotja." Por Jezusi duke u përgjigjur i tha: "Largohu prej meje, Satan, sepse është shkruar: Adhuro Zotin, Perëndin tënd, dhe shërbej vetëm atij." Pastaj e çoi në Jeruzalem, e vuri në majtë të tempullit dhe i tha: "Nëse je biri i Perëndis, hidhu poshtë çëkëtej, sepse është shkruar: Ai do të urdhëroj ëngjëjve të vet rreth teje të të ruajnë, dhe ata do të mbajnë mbi duart e tyre që këmba jote të mos ndesh në gur." Dhe Jezusi u përgjigj dhe i tha: "Është thënë: Nuk do të tundosh Zotin Perëndin tënd." Dhe kur djalli e mbaroi të gjithë tundimin, u largua prej tij për një kohë. Dhe Jezusi në fuqinë e frymës u kthye në Galile dhe fama e tij u përhap në mbar krahinën përreth. Dhe ai i mësonte në sinagogat e tyre, i nderuar nga të gjithë. Dhe erdhi në Nazaret, ku ishte rritur dhe siç e kishte zakon ditën e Shabatit, hyri në sinagogë dhe u ngrit për të lexuar. I dhan librin e profetit Isaia, e hapi dhe gjeti vendin ku ishte shkruar: "Fryma e Zotit është mbi mua, sepse ai më vajosi për të ungjillëzuar të varfrit. Ai më dërgoi për të shëruar ata që e kanë zemrën të thyer, për të shpallur çlirimin e të burgosurve dhe kthimin e të parit të verbërve, për të dërguar në liri të shtypurit dhe për të predikuar vitin e pranueshëm të Zotit."
Pastaj, si e mbylli librin dhe ja dha shërbyesit, u ul, dhe sytë e të gjithëve në sinagogë u drejtuan mbi të. Atëherë ai nisi të thotë: "Sot ky shkrim u përmbush në veshët tuaj." Dhe të gjithë jepnin dëshmi për të dhe mrekulloheshin për fjalët e hiri që dilnin nga goja e tij dhe thoshin: "Po ky, a nuk është biri i Jozefit?" Dhe ai u tha atyre: "Me siguri ju do të më përmendni fjalën e urtë: Mjek, shëro veten tënde. Ato që dëgjuam se u bë në Kapernaum, bëj dhe këtu në atë dheun tënd." Por ai tha: "Me të vërtetë po ju them se asnjë profet nuk është pranuar në atë dheun e vet. Por në të vërtetë po ju them se në kohën e Elias, kur qielli u mbyll për 3 vjet e 6 muaj dhe u bë një zi e madhe buke në të gjithë vendin, ishin shumë të veja në Izrael. Dhe tek asnjëra nga ato nuk u dërgua Elia, përveç se te një grua e ven e Sarept të Sidonit. Dhe në kohën e profetit Elize kishte shumë lebroz në Izrael, dhe asnjë prej tyre nuk u pastrua përveç Naamanit, Sirianit." Kur i dëgjuan këto fjalë, të gjithë ata që ishin në sinagogë u zemëruan shumë, dhe u ngritën e dobuan nga qyteti dhe e çuan deri në buzë të malit, mbi të cilin ishte ndërtuar qyteti i tyre për ta hedhur poshtë. Por ai duke kaluar përmes tyre u largua dhe zbriti në Kapernaum, qyteti i Galiles, dhe i mësonte ata në ditët e Shabatit. Dhe ata habiteshin nga mësimi i tij, sepse fjala e tij ishte me autoritet. Dhe në sinagogë ishte një njeri që kishte frymën e një demoni të ndyrë, dhe ai bërtiti me zë të lartë duke thënë: "Mjerë, çka midis nesh dhe teje, o Jezus Nazarenas? A erdhe të na shkatrosh? Unë e di se kush je ti, shenjti i Perëndis." Por Jezusi e qortoi duke thënë: "Hesht dhe dil prej tij." Dhe demoni pasi e hodhi në mes, doli prej tij pa i bërë asgjë të keqe. Atëherë të gjithë i pushtoi habia dhe i thoshin njëri tjetrit: "Ç'fjalë është kjo?" Sepse ai urdhëron me autoritet dhe fuqi frymrat e ndyra dhe ata dalin, dhe fama e tij përhapej në çdo vend të krahines përreth. Mbasi doli nga sinagoga, Jezusi hyri në shtëpinë e Simonit. Vjerrën e Simonit e kishin zënë ethe të forta dhe ju lutën për të. Dhe ai u përkul mbi të, qortoi ethet dhe ato e lëshuan, dhe ajo u ngrit menjëherë dhe u shërbente. Kur po perëndonte dielli, të gjithë ata që kishin të sëmurë me sëmundje të ndryshme i prunë tek ai, dhe ai i shëroi duke vënë duart mbi secilin prej tyre. Prej shumë vetëve dilnin dhe demon që bërtisnin dhe thoshin: "Ti je Krishti, biri i Perëndis." Por ai qortonte dhe nuk i linte të flisnin, sepse ata e dinin se ai ishte Krishti. Dhe si u bë dritë, ai doli dhe shkoi në një vend të pabanuar. Por turmat e kërkonin dhe e arritën, dhe e mbajtin që të mos largohej prej tyre. Por ai u tha atyre: "Më duhet ta shpall lajmin e mirë të mbretërisë së Perëndis edhe në qytetet e tjera, sepse për këtë jam dërguar." Dhe predikonte nëpër sinagogat e Galiles. Jobi, kapitulli 18. Atëherë Bildadi nga Shuahu u përgjigj dhe tha: "Kur do t'u japësh fund fjalëve? Bëhu i zgjuar dhe pastaj flasim. Pse jemi konsideruar si kafshë dhe jemi konsideruar të përçmuar në sytë e tu? Ti që ha veten nga zemërimi, a duhet të braktiset toka për shkakun tënd, apo shkëmbi të luaj nga vendi i tij? Po, drita e të keqit shuhet dhe flaka e zjarrit të tij nuk ndrit më. Drita në çadrën e tij po meket dhe llamba e tij mbi të po shuhet. Hapat e tij të fuqishëm shkurtohen dhe vetë planet e tij po e çojnë në gremin, sepse këmbët e tij e shtyjnë në rrjet dhe ai do të bjerë në ndonjë lak. Një qark e kap nga thembra dhe një lak e mban fort. Për të ka një lak të fshehur në tokë dhe një qark të vënë në shteg. Gjëra të tmerrshme e trembin nga çdo anë dhe e ndjekin në çdo hap. Forca e tij paksohet për shkak të urisë dhe shkatërrimi është gati ta godas anash. Gëlltit copat e lëkurës së tij. I paralindur i vdekjes glabëron gjymtyrët e tij. Ato e rrëmbejnë nga çadra e tij që e dinte të sigurt dhe e çojnë para mbretjet të tmerrit. Në çadrën e tij banon ai që nuk është nga të vetët dhe mbi shtëpinë e tij hedhin squfur. Rrënjët poshtë thahen dhe degët lart priten. Kujtimi i tij zhduket nga toka dhe emri i tij nuk do të përmendet më nëpër rrugë. Ai shtyhet nga drita në terr dhe ato e përzën nga bota. Nuk ka as bi, as pasardhës në popullin e tij dhe asnjë që të mbjetojë në banesën e tij. Fundi i tij i lë të habitur ata që e kanë ndjekur dhe mbeten të tmerruar ata që e kanë pararendur. Pikërisht kështu janë banesat e njerëzve të këqij, dhe ky është vendi i atij që nuk e njeh Perëndin. 1 Korintasve, kapitulli 5. Kudo po dëgjohet se ndër ju ka kurvëri, madje një kurvëri të tillë që as nuk zihet në gojë ndër pagan, saqë një ka gruan e babait të vet. Dhe ju u fryt e madje nuk vajtuat që të hiqet nga mesi juaj ai që ka kryer një punë të tillë. Sepse unë, megjithse nuk jam aty me trup, me frym aty jam. Dhe sikur të isha i pranishëm, kam gjykuar tani më atë që bëri ashtu.
Në emër të Zotit tonë Jezu Krisht, si të mblidhen ju dhe fryma im me fuqinë e Zotit tonë Jezu Krisht, ti dorëzohet ai Satanit për prishjen e mishit që të shpëtohet fryma në ditën e Zotit Jezus. Mburrja juaj nuk është e mirë. A nuk e dini se pak maja e zë gjithë brumin? Fshini pra majan e vjetër që të jeni një brum i ri, si që jeni pa maja, sepse pashka jonë që është Krishti u flijua për ne. Prandaj le të kremtojmë festën jo me maja të vjetër, as me maja ligësie dhe keqësie, por me buk pa maja të sinqeritetit dhe të së vërtetës. Ju kam shkruar në letër të mos përziheni me kurvar, dhe as pak me kurvarët e kësaj bote, ose me lakmuesit, ose me rrëmbyesit, ose me idhujtarët sepse atë herë duhet të dilit nga bota. Por tani ju shkrova të mos përziheni nëse dikush kërkon të quhet vëlla, duke qenë kurvar ose lakmues ose idhujtar o shpifës o pianec ose rrëmbyes, me një të tillë madje as të mos hani bashk, sepse çmë duhet të gjykojë dhe të jashtmit. A nuk i gjykoni ju të brendshmit? Por ata të jashtmit Perëndia i gjykon. Prandaj nxirreni të ligun nga vetja juaj.